Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje 7 sjellje të vendjesimit ton të lartë që na sjell ndryshime për të vazhduar në drejtimin e vërtetësisë së mençurisë themelore të jetës të dhuruar që tash për tash po jetojmë në tokën më. Pra është një jetë krye këput ndryshe nga ajo që ne dim. Mësoni që pjesa dërmuese e qenies tonë njerëzore me mijëra shekuj vitesh kanë jetuar mesatarisht në gjendje autopilote, pra duke bërë gjërat në mënyrë pilote, pra automatikisht. Dhe kjo për faktin se duke qenë se ne kemi jetuar duke vepruar emocionalisht me impulset e egoizmit, kjo bëri që ne të bëjmë gjërat si priste shoqëria, apo të bënim gjërat si prisnin të tjerët, apo dhe të përshtateshim të tjerëve, dhe kjo në mënyrë të pavetëdijshme, pra thjesht duke parë gjërat nga të tjerët dhe duke vepruar dhe ne. Kjo si zakonet që ne kemi krijuar vetë dhe që i bëjmë në mënyrë pilote, për shembull, më të thjeshtën. Ju ngriheni në mëngjes dhe direkt një gjë që e bën trupi, ju dërgon trupi, jo mendja, të shkoni në banjë, për jashtëqitje, për dush, apo për tjera, për të cilën që të gjithë jemi unik dhe që të gjithë kemi krijuar zakonet tona. Ose zakoni tjetër, jeni duke fletur dhe ndërkohë që shpirti zgjohet, sepse zgjohet, shpirti është fryma, pra zgjohesh. I thua vetes, e di, të rri dhe 5 minuta, të rri dhe 10 minuta. Pra zakoni juaj, kjo bëhet në mënyrë pilote. Pra e ke bërë të shpesht. Ashtu si kurse edhe muhabetet që ne i bëjmë, kudo në çdo aspekt të jetës. Mësoni që këto janë që ne kemi qëndruar të fiksuar, duke bërë pothuajse të njëjtat gjëra, si të gjithë, por që në vetvete është ajo që askush nuk e kupton që ne po jetojmë me pavërtetësinë e jetës. Dhe në këtë moment, në këtë kohë, në këtë shekull, është një mrekulli se ne jemi ndërgjegjësuar kolektiv, por tani pyetja për të gjithë ju, për të arritur në veten tuaj të lartë, në veten tonë. Pra, para se ne të shikojmë jashtë, ne duhet të shikojmë në veten tonë, sepse çdo gjë që është krijuar jashtë, është krijuar nga ne. Çdo gjë në këtë rast, edhe në furinë e konkurrencës, është që ka aq shumë drejtime, sa nuk dini se çfarë të bëni më përpara. Mësoni që 7 sjelljet që do t'ju ndihmojnë ju, nëse ju do të dëgjoni korrekt dhe do të merrni pra shënim apo do të rezoloni në lidhje me korrektësinë e këtyre 7 shenjave. Të kuptoni që jeta është për të jetuar me vërtetësinë, dhe që të gjithë ne kemi ardhur në këtë jetë, jo ta mbijetojmë duke e kontrolluar jetën, sepse sa më shumë ne e kontrollojmë jetën, aq më shumë ne e shtym veten tonë, duke rënë në humner dhe herët ta bon, pavarësisht se çfarë lloj moshe që keni, energjia, ne jemi energjia nuk njeh moshë, ju do të lidheni me shpirtin. Pyetja është, po kush është shpirti? Fryma mrekulli.
ju do të filloni, do të vi një moment që mësimet që keni kaluar, ose jeni duke kaluar se varet si jeni, janë që ju tregojnë që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, dhe në momentin që ju lidheni dhe bëni të ditur për atë se çfarë po ndodh me ju, të jeni të sigurt që ju jeni me shpirtin tuaj, as sëmundja, as marrëdhënia, kudo në çdo aspekt të jetës, që të gjithë jeni unik, dhe në këtë rast kuptoni. Në qoftë se ju jeni në këto video, ju jeni lidhur me energjinë. Dhe tani kuptoni që të arrini në veten tuaj të lartë, sepse varet si jeni, është mësimi i parë, është shpirti që mëson dhe mëson. Si, kujtoni ku ishit fëmijë, ku jeni sot, çfarë keni kaluar gjatë jetës tuaj dhe çfarë ju solli shpirti ju në këto moment që jeni para këtij kanali. Mësoni që jeta është një mësim që nuk mbaron kurrë, sepse që të gjithë ne të kuptojmë, shpirti është i përjetshëm. Pra, edhe jeta është që nuk mbaron kurrë në lidhje me mësimet tona. Nëse ju, kushdo kujton se di gjithçka, atëre ju lutem këshill. Bota shpirtërore do të thotë që të mësosh është të çmësosh. Dhe kjo me para histori, nuk është e thënë të dim gjithçka, por me para histori është çdo gjë që kemi ardhur në këtë moment ka kaluar, pra në zhvillim, në ndryshim, nga errësira në dritë, nga drita në errësirë, dhe kjo vazhdon. Por çdo të thotë errësirë dhe dritë, është energji. Energjia është e krijuar, është e dhuruar, është kjo tokun sot për sot jetojmë dhe ka bollak për të gjithë, pa asnjë dallim në çdo cep të globit tonë. Mësoni që të çmësosh do të thotë të heqim dorë nga besimet kufizuese, për të cilën i kemi që të gjithë se jemi unik, dhe janë për shembull zakonet, janë varësitë, janë ato që ju keni krijuar me veten tuaj në mënyrë të pavetëdijshme, rutinën tuaj apo dhe sjelljet, qofshin në çdo lloj marrëdhënie, që në mënyrë të pavetëdijshme kemi lënduar emocionalisht me emocionet të impulseve egoiste. Dhe kjo vjen ka dy arsye. E para, ne kemi një mbingarkesë në trurin ton, në kokë, pra është një mbingarkesë, është ajo që çdo individ ecën në rrugë, ato që shkojnë në punë, apo që ulur në autobus, apo edhe në shtëpi duke gatuar, apo në etash, duke menduar çfarë kaloj, duke menduar se çfarë do të vi. Kjo është mbingarkesa mendore. Dhe tjetra është që duke mos ditur se si ne të vepronim me situatat, me ngjarjet që kemi kaluar në jetën tonë, është që ne blokuam emocionet në zorët e barkut, sepse gjithçka që ndodh në jetën tonë është energji, kështu funksionon dhe kështu është e dhuruar jeta, pra ekzistenca jetës tonë. Dhe në këtë rast të kuptoni që për të arritur jemi të ftuar që të gjithë, që dini nga bota se çfarë po ndodh, po ajo që po ndodh në botë është e krijuar nga ne. Pra ne jemi pasqyrim i njëri tjetrit, dhe në këtë rast bëhet fjalë për të arritur në vetëdijen tonë, ne do të çmësojmë. Pra bota shpirtërore thotë, të mësosh do të thotë të çmësosh.
Në këtë rast, si për të qenë të vëmendshëm, duke filluar tani në reagimin pilot, pra si reagoni gjatë ditës, që të gjithë ju, si reagoni gjatë ditës, në lidhje me rutinën tuaj, në lidhje me zakonet tuaja, e tjerë, pra si jeni duke reaguar, si jeni duke u sjell në shtëpinë tuaj, me veten tuaj, në shtëpinë me fëmijët, me të tjerë. Pra jeni të vëmendshëm me qëllim që të arrini në atë që të kuptoni, a jeni duke vepruar pra në mënyrë pilote, pra automatik, pra direkt. Dhe kjo është që njihet pa vetëdia jon që ka fuqinë vepruese. Pra kjo është që ne reagojmë në mënyrë direkt, pilote, pa e kuptuar, duke lënduar njërin tjetrin me impulset e egoizmit, që do të thotë ajo që ju është mësuar të jeni dikushi. Po pyetja është, a pranohet të jesh dikushi brenda në familje? A pranohet të jesh dikushi brenda me veten tënde? Të jesh perfeksioniste, të kontrollosh jetën, të shtysh të tjerat, qoftë edhe atë që keni në krah, e tjera. Pra kjo është pa vetëdia që në mënyrë të, pra, pa e kuptuar, lëndojmë njëri tjetrin. Tani pyetja është, si të veprojmë, pra, të çmësojmë dhe të mësojmë. Që të gjithë jeni të ftuar, të jeni të vëmendshëm, të filloni me gjëra të vogla në shtëpinë tuaj. Pra të jeni të vëmendshëm, tani të jeni të vëmendshëm për të arritur në veten tuaj të lartë, për të arritur që të ndjeni trupin tuaj, si reagon. Pra filloj me gjëra të vogla. Atë, për shembull, si sillesh me fëmijën. Pra në moment, si sillesh, kush ta sjell, një veprim që ju mund të bëni, pra në lidhje me sjelljen tuaj. Ndoshta fëmia për një moment të merr atë filxhanin e kafes që po pin sepse kërkon diçka. Dhe ti je e vëmendshme, nëse ti irritohesh pra veprim, ose krijon, pra shife, ti nuk e bën se do që të lëndosh fëmijën tënde, jo, këtë se bën. Por është ajo që nuk e kupton, dhe ky është reagimi pilot për të cilën pa e kuptuar, në këtë rast i sjell dhe fëmisë atë që e trëmb ose çfarë do lloji, pra në këtë rast filloni me gjëra të vogla brenda në shtëpinë tuaj. Ndërkohë të kuptoni që çfarëdo lloj situate që mora këtë shembull me fëmijën, çfarëdo lloj situate apo ngjarje që jeni duke kaluar, në momentin tani, pyet pse ndodh. Dhe kjo të bën që ti të mësosh dhe ndërkohë të çmësosh pse ndodhi ajo që ndodhi, që mund të jetë shqetësim, mund të jetë lëndimi juaj. Dhe në këtë rast do ta kuptosh vetëm kur je prezent. Pra e gjitha kjo bën që ju të filloni të praktikoni, dhe duke praktikuar me gjëra të vogla, do të filloni hapasapi edhe me gjërat, le themi me zakone që keni krijuar, me varësi që ne kemi marrë sidomos me vete, edhe gjeneraca ime, por edhe brezi i ri, sepse në këtë kohë, edhe pse janë me energji të lartë, kanë frekuencat e ulta që ka dominuar në këtë rast reagimi impulsiv, reagimi i pavetëdijshëm, për të cilën ajo ka fuqinë. Të kuptoni që është 95% fuqia vepruese, sepse ne jemi që të jetë me një trup multidimensionar të krijuar që të funksionoj me mendjen që quhet ndryshe energjia maskullore dhe me shpirtin që është energjia femërore. Në këtë rast qendra e saj është zemra, është astrale, është kjo zemër që funksionon dhe është që thith ajër, pompon dhe na krijon rigjenerimin e trupit ton me qëllim që të ecim çdo ditë, pra të jetojmë. Mësoni që në momentin që të kuptoni një gjë, kur ju vazhdoni këtë rrugëtim,
është mos kujtoni se çdo gjë mbaroj. Pra sido që t'jeni, të kuptoni që ju, sido që të vini me shpirtin tuaj, çfarëdo lloj që ju ndishni, pra mënyrën, është që ju do të kuptoni kush ishit. Ju do të arrini të kuptoni kush jeni, ashtu sikurse edhe çfarë dëshironi të vazhdoni në jetë. Pra, sido që të ndodheni në këtë moment, dhe që është një energji e shpejtë që të gjithë ne do të vazhdojmë të jetojmë me drejtimin e jetës, nuk ka rrugë tjetër. Pengesat, sa do që t'jenë pengesa, përsëri ka zhvillim, edhe pse në këtë moment ndjeni kriza apo çfarëdo lloj që dëgjoni në çdo aspekt të jetës, përsëri ka zhvillim. Dhe në këtë rast të kuptoni dhe ju duke vazhduar, duke jetuar në momentin, pra duke qenë të vëmendshëm për atë se si reagoni, se si janë rutinat tuaja, apo ajo pesha e rëndë që mbani në kuriz, ju bën që të kuptoni që asnjëherë të jetosh me shpirtin nuk ka fund, sepse shpirti është i përjetshëm, ne do të ikim si trup fizik, do të ikim, sepse lindja dhe vdekja ecin dorë më dorë, por të kuptoni që diçka e re, përderisa ju jeni këtu, diçka e re do të filloj me ju, dhe kjo është që ju do të zbuloni veten tuaj dhe rreth botës. Dhe kjo është që ne vazhdimisht çmësojmë dhe mësojmë. Pra kur mos mendoni se mendja e bën që di gjithçka. Me botën shpirtërore është ajo që bëni sot do ju çojë nesër. Pra, kjo quhet ndryshe për të arritur në vetëdijen tonë të lartë edhe zbulimi i vetes tonë, dhe në këtë moment jemi të ftuar që të gjithë që të ulemi me veten. Dhe e dyta që na fton kjo energji e mrekullueshme e shekullit 21 është që të jemi të butë dhe të sjellshëm me veten tonë. Pra, sjellja e dytë. Kuptoni që të fillosh të sillesh mirë, të fillosh të duash veten, nuk ka të bëjë me egoizmin në asnjë mënyrë. Të duash veten është egoizëm, por ka të bëjë me atë që është një lloj sikur të vini themelin e një shtëpie, por tani të vendosim themelin në veten tonë. Pra, të shikojmë themelin brenda vetes tonë. Mësoni që të gjithë ne jeni të vëmendshëm, ne kritikojmë. Okej, duke qenë se shpirti merr mësime dhe jemi në një epokë të evolucionit të lartë, ku ndërgjegjësimi kolektiv, okej që ne po ndihmojmë dhe po ndihmojmë, është energjia e shekullit, por tani është që duke u lidhur me veten tonë, pra duke qenë të butë me veten tonë, duke qenë të dashur, sepse ne jemi të vëmendshëm se ne kritikojmë, pa e kuptuar në mënyrë pilote veten tonë. Pra e kritikojmë pra të çfarë ka ndodhur, ose ndodh, ose që jeni këtu ku jeni, është sëmundja, është marrëdhënia që për shembull e zgjodhe vetë dhe tani nuk është si e do ti, ose është që nuk të respektojnë në punë të tjera, pra të zvoglojnë, të ulin, të dominojnë të tjera, dhe këto gjëra po ndodhin sepse jeni të vetëdijshëm nga mënyra e veprimeve, por ajo që është ne do të pranojmë me të vërtetë të falim, dhe ajo që kërkohet nga ne, sepse kjo është që ne kritikojmë në mënyrë të pavetëdijshme, pa vetëdije, ka të bëjë me fëmijën tonë të ershëm, dhe si ta lironi fëmijën mirë, është, kujtoni dhe mbani mend, çdo fëmijë në momentin që pranon e zëm ka bërë gabim, dhe gabimet janë të pranueshme, ne do t'i pranojmë. Ky fëmijë çfarë bën? E pranon gabimin dhe kërkon që herë tjetër me ndjenjen e tij të jetë më i miri. Pra kështu është edhe me ne që jemi të rritur, me qëllim që të jemi të butë me vetë dhe të sillemi mirë me veten tonë, ta pranojmë këtë fëmijëri që kemi kaluar në mënyrë të pavetëdijshme, sepse ashtu ishte afati i nivelit, ta pranojmë të mësojmë nga këto gabime,
Pra ti planojmë, nuk ka asgjë gabim për të planuar gabimet tona, qoftë zgjidhja që ne kemi bërë, apo çfarëdo lloj që ne kemi kaluar në jetën tonë. Dhe kjo është që ne të arrijmë që të mos shqetësohemi dhe mbi të gjitha, duke planuar gabimet tona, ne lirohemi jo vetëm nga ngarkesa mendore, pra hijet mendore, por edhe emocionalisht. Pra kjo na bën që ne të mos shqetësohemi. Mësoni sepse ajo që na është mësuar, ne duhet të jemi perfekt, ne duhet të dimë gjithçka. Por tani, duke vepruar, siç tregova rastin me fëmijën që i pranon pra gabimin dhe kërkon që të bëhet, të eci, të bëhet mirë, është e vërtetë që ne gabojmë, do ta pranojmë. Në fundit gabimet i mësojmë dhe na rritin, dhe në fundit kjo është jeta. Pra nga gabimet ne mësojmë, rritemi dhe vazhdohet jeta përpara. Kështu kemi ecur me para histori dhe deri tani. Mësoni që duke qenë të kuptoni pse shqetësoheni, kush janë emocionet që ju sjell shpirti e të tjera, ju do të pyesni çfarë po ndodh me ju, dhe kjo është e gjitha, duke qenë të butë dhe të sjellshëm me veten tuaj, çfarë sjell? Ju do të jeni në gjendje të observoni në lidhje me fjalët, në lidhje me mendimet, në lidhje me sjelljet, në lidhje me zakonet tuaj, varësitë tuaja, dhe kjo është ju bën shpirti juaj kur ju planoni veten si ju jeni, pra në këtë rast edhe me gabimet tuaja, me veten tuaj, dhe kjo është ju do të arrini që të gjithë ju do të shëroheni, por të kuptoni një gjë. Shërimi është për të gjithë unik. Do kohë, dhe mos kujtoni se do të zgjidhet brenda një nate, në asnjë mënyrë. Prandaj ta planoni këtë proces duke qenë të butë me veten, duke qenë të sjellur me veten, duke i dhënë dashuri sepse jeni dashuri, është që ju do të arrini hap pas hapi në paqen e brendshme. Kjo paqe e brendshme që e kemi që të gjithë dhe është zemra jonë. Kjo zemër që na mban 24 orë. Përfundimisht që të gjithë ju, që është kjo shenjë e sjelljes së dytë, je mirë sjellur me veten tënde, mirë kuptoje veten, duaje veten, si je, se je me të vërtetë mrekullueshme, e dashur, e dëmshur, dhe kuptoje të tillë me veten, që t'i japësh akoma më shumë dashuri. Si do t'i jepje dikujt dashuri në qoftë se do ta dashuroje thellësisht? Vepro me veten tënde. Tjetër, sjellja e tretë është me të vërtetë fuqia e fillimit të momentit tani. Ne duhet të jetojmë me momentin tani, këtu, në këtë moment, tani po marr frymë, tani do të veproj diçka, sepse trupi fizik vepron, jetojmë. Pra gjatë ditës ne vazhdojmë të jetojmë, sepse kemi lidhur familje, si do që të jeni, pra jetojmë, marrim frymë. Kjo është të kuptoni që shumë njerëz jemi të mbërthyer, pra si që tregova, nga veprimet pilote, dhe si unë, si ju, si parazimi që janë akoma një pjesë, pra që do të thotë që janë akoma një pjesë e njerëzve që jetojnë me mënyrën se si ata janë rritur dhe dinë, jemi dhe ne që jemi zgjuar, dhe në momentin që ne jemi të ditur, ne përsëri është ajo që ne veprojmë përsëri me mendjen, pra në mënyrë pilote, pra duam t'i japim përgjigje çdo gjë në atë mënyrë që ne dim. Pra nga ana shpirtërore është duke, edhe pse jemi zgjuar, shënim, kujdes, edhe pse jemi zgjuar, dhe pse shpirti jeton me momentin tani, se tani po marrim frymë, tani po jetoj, tani në këtë moment. Unë nuk e di se çfarë do të ndodhi mbas një minute me mua, askush nuk e di. Edhe astrologu më i mrekullueshëm nuk mund ta parashikoj se kur ju do të vdisni, askush. Këtë askush nuk e di. Prandaj është momenti tani, dhe në këtë rast është që kur ne vazhdojmë në mënyrë, pra jeni të vëmendshëm, automatik pilot, pra me veprime pilote,
ne shtypim ndjenjat tona dhe kjo është që në momentin edhe ju që jeni zgjuar keni probleme. Pra, si thuash, nuk rriteni, po qëndroni në vend. Mësoni që çdo individ është i ftuar në këtë moment, është këshill dhe nuk ju detyron njëri të filloni tani, këtu, sot, jo nesër, pra të filloni tani për atë që ju shqetëson, për atë që ju krijon problemet në çdo aspekt të jetës, duke observuar, pra fillo tani, ju nuk mund të ktheheni edhe një herë të rregulloni gjërat si ishin ose si doni, por është tani në këtë moment të përfundoni gjërat si ju dëshironi. Pra si e dëshiron marrëdhënien, si e dëshiron shëndetin, si e dëshiron të jesh, të paraqitesh në këtë botë, që të gjithë jemi unik. Pra në këtë rast bëhet fjalë të kuptoni në këtë moment tani, duke filluar tani, pra jo të presësh çfarë të shqetëson. Pra çfarë të shqetëson tani në këtë moment, në këtë jetë që po jeton akoma, kjo është do t'ju bëj që ju të lejoni atë çfarë po ju shqetëson në momentin tani. Pra, në qoftë se ju keni një situatë dhe ndodh çfarë ndodh, sepse që të gjithë jeni unik, ju nuk keni pse shkëputeni dhe doni si që keni bërë në mënyrë pilote, dikush të shkoj të pi, dikush për plas derën ikun, dikush të ndes televizorin dhe o burra të shoh një film e të tjera. Pra si thuash, e kërkon atë shqetësimin tënd t'i apëzidhjesh nga bota jashtme, por nga bota jashtme kur nuk do t'jeni në gjendje të arrini në veten tuaj. Prandaj ajo që kërkohet është çfarë do lloj që ju shqetëson, është thirrja të vazhdoni praktikat shpirtërore me qëllim që të gjitha i dini, meditimet janë nga format më të ndryshme, mbi të gjitha të uleni në qetësim me veten tuaj, të dëgjoni muzikë shpirtërore, të lidheni me natyrën, të mbani ditar, frymëmarrja, të lëvizni trupin e tjera. Sigurisht shpirti ju drejton edhe të mësoni çfarë po ndodh me ju, pra të dini pse ju e të tjera, pse tani në këtë kohë, pra të gjitha këto, pra duke përdorur praktikat e gjenës së shpirtit, ju do të arrini të shkëputeni nga neglizhenca dhe për të bërë gjërat si duan të tjerët. Ashtu si kurse të lirojnë nga emocionet në zorët e barkut që është e kaluara jonë, eksperienca jetës tonë, ashtu edhe i jetë mendore, sepse ky trup multidimensionar funksionon tërësisht, pra është unik, është drejtohet nga sistemi jonë nervor, nga koka te këmbët, dhe në këtë rast jemi që të gjithë lidhur me qiellin dhe me tokën. Ndërkohë që qielli e shikoni dhe ka të bëjë shumë me atmosferën, me hapësirën, me kohën tonë, me energji që ne marrim nga bota jashtme, kur mos harroni se në tokë është pjesa e poshtme e qiellit. Pra çdo gjë është në këtë jetë drejtohet nga sistemi i madh qendror i diellit të madh dhe çdo gjë rrotullohet rreth diellit, toka rreth diellit, ashtu sikurse ne ndihmojmë nga nëna sepse rrotullohet rreth tokës dhe të gjitha pra yjet, planetet, çdo gjë që ndikon, pra shikoni sipër, por edhe në tokën është e ndërlidhur dhe kjo është energjia universale, energjia hyjnore për të cilën është e dhuruar dhe është ekzistenca, është burimi i energjisë që tashmë jeni i njohur, njihet me emrin univers, njihet me emrin Zot, pra njihet me emrin ekzistencë. Kjo ekzistencë që funksionon në bashkëpunim krijues plus krijes. Dhe janë dy energji. Dhe e theksoj dhe do ta theksoj. Jemi që të gjithë dhe çdo gjë që ekziston në këtë botë, qoftë gjallë, qoftë jo gjallë, të ndërlidhur me njëri tjetrin, jemi e njëjta energji
energji për të ndihmuar me njëri tjetrin, për të qenë të lidhur me njëri tjetrin, sepse çdo gjë, molla nuk e ha mollën vetë. Pra, çfarë do të thotë? E ham ne, por molla kërkon dhe shërbim nga ne. Pra, mora këtë shembull, kjo është ndërlidhja, kjo është energjia. Vetëm një ndryshim është, ne jemi krijues. Dhe këtë krijues që ne kemi që të gjithë, e keni në zemrën tuaj. Lidhuni, sepse krijues pa krijes nuk ka. Është vazhdimi i jetës, është përjetësia e jetës. Është kjo frymë që vazhdon, edhe pse ne do të lëm frymën, shpirti im është në shpirtin e djalit, dhe djali vazhdon, edhe kjo është përjetësia e jetës. Pra, për të arritur në vetëdije të lartë, ju lutem, nuk është koha për të pritur në kushte perfekte. Por jetoni dhe filloni tani këtu ku jeni, në këtë moment, pra mos prisni kushte perfekte. Fillo tani çfarë kërkon nga jeta, dhe ndërkohë çdo gjë që bëni është tani në këtë moment. Dhe kjo që bëni tani do na çojë në të ardhmen. Tjetër e katërta, që të gjithë ne në këtë jetë jemi me një mision dhe me një drejtim. Por që të arrim në misionin dhe drejtimin e jetës, e kemi që të gjithë që kur u mishëruam në këtë tokë, është që ne do të jetojmë me prioritet, dhe prioriteti është vendosmëri, ose ndryshe vendosja e një qëllimi, çfarë kërkojmë në jetë. Mësoni që në botën e sotme, ku ne jetojmë dhe që e kemi krijuar vetë ne si që njerëzore, ka një shpërqendrim aq të madh. Pra jemi që të gjithë të shpërqendruar, dhe sidomos dhe në këto 2 vjet, pjesa dërmuese e njerëzve po kthej në makinë. Është e vërtetë që inteligjenca artificiale është një mrekulli, sepse na ndihmon të marrim informacion. Po shumë njerëz marrin informacion, por nuk veprojnë. Po pse nuk veprojnë? Të shpërqendrohesh, të allakatesh. Është kjo me të vërtet ndjehet pra që çdo individ nga ju shtyhet në shumë drejtime. Dhe mos ju vi çudi që edhe gjatë rrugës, në restorant, apo duke shëtitur në natyrë, flas në përgjegjësi të njerëzve, apo dhe në shtëpi, apo kudo edhe në makinë, sidomos në Shqipëri, se kur shkojnë në udhtoj, shoh atë rrugët, të gjithë me telefona në dorë, duke ngarë makinën, në një kohë që rrugët në Shqipëri janë aq të ngutura, aq të sa nuk mund të them si i rezistojnë atyre aksidenteve të tjera. Pra janë kthyer në makinë, gjithsesi të vazhdojmë. Të mësoni që kjo është ne si që njerëzore në këtë shoqëri jemi shtyr në shumë drejtime në të njëjtën kohë. Dhe është nxitimi, ngutja për këtë, nxitim atje, shpejt këtë, shpejt atë. Dhe kjo është që ne na ka bërë që ne të arrim të mos e ndjejmë trupin ton, por të na thithet energjia. Dhe prandaj është që të gjithë ne të ulemi dhe të vendosim një qëllim në bukurinë e jetës. Pra të vendosim qëllim, në qoftë se doni të ndiqni shpirtin tuaj dhe të arrini në veten tuaj të lartë, është qëllimi ajo që do të bëj që të shkëputesh nga kjo botë kaotike dhe ju ndihmojni në momentin që ju përdorin këtë mantër, unë i dorëzojmë shpirtit, pra jeni të lirë, ju ndihmojni. Dhe një nga mrekullitë që ju bën shpirti, ju shkëput nga social media, përkohësisht. Se pastaj jeni ju që do të zgjidhni se çfarë do të vendosni, por kjo në fillim t'ju shkëpusi nga bota kaotike. Pra e gjitha bëhet që duke i dhënë prioritet të zbulojmë të vërtetën e vetes tonë. Për atë që ne kemi një mision dhe një drejtim në këtë jetë, sepse nuk jemi më fëmijë, jemi këtu ku jemi, çfarë do lloj moshe që të jeni, të rinj apo të çfarë do lloj moshe, për arsye sepse
duke vazhduar me zgjimin e shpirtit, dhe është e vetmja mënyrë për të arritur në vërtetësinë e vetes tonë, është që do të kuptojmë se kush është rëndësia e jetës tonë, do të kuptojmë që shpirti, kjo mrekulli që na do më shumë se askush, nuk hallakatet, pra nuk hallakatet në të gjitha drejtimet, por me qëllimin që ne vendosim, na drejton për të arritur të njohim vlerën që e kemi që të gjithë, dhe është kjo mrekulli, kjo zemër, për të cilën na drejton për atë që dëshirojmë dhe na jep atë që ne kemi nevojë për të vazhduar bukurinë e jetës me vërtetësi. Dhe ajo që ne ndjekim kur vëm qëllim, çfarë bën trupi, çfarë bën shpirti jonë, pyet, çfarë është e rëndësishme për mua dhe çfarë dëshiroj të bëj në këtë jetë. I bën shpirti këto pyetje. Pra, le të themi që të gjithë ju që ndiqni këto video keni ardhur në momentin që do të pyesni, sigurisht dhe mund të keni pyetur, kush jam unë në të vërtetë? Në momentin që ju bëni këtë pyetje, pra vetja juaj lart, që kush jam unë në të vërtetë, ju do të arrini këtë duke u lidhur me veten tuaj çdo ditë. Dhe kjo do të thotë që do t'i jap, që ndjezën me jetën e ditës, sepse ne kemi krijuar familje, ne kemi familje dhe të jemi mirënjohës, por ndërkohë do të lidhemi dhe me veten tonë, pra të jemi të ulur me veten tonë. Kjo na bën që ne e dyta të hyjmë në brendësi të vetes tonë për të zbuluar kush unë jam në të vërtetë. Dhe e treta është që do të na lidhi, sipas asaj që jeni, me prioritetin, me qëllimin dhe misionin e drejtimit të jetës, për atë se shpirti na solli këtu, që të gjithë ju jeni unik në momentin që ju vendosni të bëni pyetje, kush unë jam në të vërtetë. Pra ne ndihmojmë dhe ju e dini këtë, sido që të jeni, por dhe nëse nuk e dini, të kuptoni që ju nuk jeni vetëm, ne kur nuk kemi qenë vetëm. Por tani, duke vënë qëllim dhe duke ndjekur shpirtin ton, ne jemi në gjendje të ndjejmë atë që ne ndjejmë, dhe kjo është çmësimi për të mësuar, pra për të liruar nga gjërat që nuk na shërbejnë. Kjo është mënyra që na sjell ne, që të jemi të butë me veten, pra shpirti na do, të jemi të butë dhe të sjellshëm me veten ton. Kjo është mënyra që ne jetojmë në momentin prezencë, pra sillemi dhe jetojmë në momentin prezencë, sepse shpirti jeton tani marr frymën. Dhe kjo na bën që duke filluar, duke përqendruar edhe në atë se çfarë ne qëllimi, pra kush është qëllimi i shpirtit ton, ne arrim që jo vetëm të realizojmë dëshirat tona, por edhe ne ndihmojmë të arrim dhe në nevojat tona, dhe kjo na bën që në momentin që ju e dini se çfarë dëshironi në jetë, ju ndihmojeni dhe është njoja. Ju do të filloni të njihni dhe të bëni të vetëdijshëm për atë që dëshironi. Dhe mos u çudi që jeni në këtë video. Pra vetëdia 70%, shërimi juaj dhe vullneti juaj për të përmirësuar jetën çdo ditë deri tani çfarë tregova, është na sjell në bukurinë e jetës, dhe kjo është që ju ndiqni rrugën e drejtimit të shpirtit dhe ju bën që të rriteni, pra energjia ju rritet, ju ktheheni në atë që ndjehet dhe që shpirti ju solli këtu. Dhe çfarë do të arri në sjelljen e pestë? Ju do të arrini të filloni të zbrazeni nga mbi ngarkesa mendore, ndryshe hijet mendore, dhe ndërkohë edhe emocionalisht në zorët tona të barkut. Mësoni që për të mësuar dhe për të lidhur me veten tonë, pra duke vazhduar deri tani çfarë tregova në këto sjellje, është që ne do të shkëputemi nga çdo gjë që nuk na shërbejnë, që frika, pasiguria, konflikte që na sjell mendja, ashtu sikurse edhe ato që na sjell shpirti nga brendësia, emocionet tona,
të blokuara në zorët e barkut, jo vetëm nga karma e vjetër, pra ato që ne kemi të trashëguar nga tradita, nga kultura, nga vendi, nga edukimi, nga besimet kufizuese, por edhe pra quhen ndryshe karma e vjetër, sepse kështu është zhvillimi. Çfarë ishte dje dritë, sot është errësirë, çfarë është ajo errësirë, ne do ta bëjmë dritë, pra kjo është vazhdimi i jetës. Dhe në këtë rast është të kuptojmë që duke liruar dhe nga eksperjenca e jetës tonë, për ato që na kanë shqetësuar, na zemëruar apo irrituar, shqetësuar e tjera, ne do të arrim që të lidhemi me veten tonë. Pra e vetmja mënyrë që ne të rritemi në veten tonë të lartë është ne duke ulur në veten tonë dhe duke ndjekur në momentin prezencë për ato që ne shqetësojmë dhe na sjell trupi, është që ne do të arrim në veten tonë të lartë. Si ta kuptoni që ne do të lirohemi nga ngarkesa mendore dhe nga emocionet. Le të themi që ju keni një gotë me ujë dhe gota është e mbushur. Çfarë do të ndodhi nëse ju do të mbushni gotën, pra do të hapni çizmën, do të derdhet. Pra kështu është edhe trupi jon nga ngarkesa që ne kemi marrë dhe kemi jetuar në mënyrë të pavetëdijshme, pra janë ato reagimet pilote që ne bëjmë, zakonet, varësitë, sjelljet, situatat, pra pa e kuptuar duke lënduar njëri tjetrin. Kjo është ne pra nuk arrim të fusim të mësojmë gjëra të reja. Prandaj, ose tjetër, le të themi që keni një tren që ka për shembull ngarkesë materiale dhe një tren që ka ngarkesë me lule. Kush do të eci më shpejt? Pra kështu ta kuptojmë edhe rrugëtimin ton të uljes me veten ton për të liruar pra nga ana mendore, pra se i kemi një ngarkesë, me të gjitha gjërat që ne kemi marrë janë energji dhe janë si një film, si një kompjuter në trurin ton, por dhe në shpirtin, sepse jemi të lidhur jam nga koka në këmbë, sistemi nervor qendror funksionon në të gjitha, jo vetëm me organet, por edhe me 7 chakrat që është koka kurora jonë, dhe në këtë moment do shta e ndjeni, sepse ndihmohemi nga energji e shpejt, ju që jeni lidhur me shpirtin, që jeni lidhur në dimensionin e 5, dhe jo vetëm që keni hapur zemrën, por tani në vazhdim do të lidheni, sigurisht askujt nuk i detyrohet, por do ta ndjeni në shpirtin tuaj. Pra e gjitha që kërkohet, çfarëdo lloj keqardhje, çfarëdo lloj dhimbje, çfarëdo lloj shqetësimi që të keni, bëhet fjalë që ne do të çlirojmë këto me qëllim që të rritemi. Pra mos harroni se vetja juaj e lartë, shënim është vetëm atëre, kuptojeni mirë, kur e kaluara juaj nuk ndikon më, por as e ardhmja se çfarë do të vi. Prandaj që të gjithë duke çliruar çdo moment, çdo sekond të jetës, dhimbjet tuaja, çfarë keni trazira, çfarë mund të ndodhin në momentin prezent, është çdo gjë, çdo lloj ankese apo çfarëdo lloj që keni, ne duhet të njihemi. Për shembull, nëse keni një bisedë para një ore, ajo është e kaluar. Dhe nëse ti do ta marrësh me vete këtë dhe do ta mbash këtë me vete, sigurisht ti je mbi ngarkuar emocionalisht dhe po mendërisht. Pra nuk je në veten tënde. Prandaj e gjitha bëhet që çfarëdo lloj që ju ndjeni në momentin prezencë, ju duhet ta njihni, ju duhet ta mësoni, pra të njihesh me të, ta pranosh me vërtetësi për atë çfarë ndodhi dhe ta lësh me mirësi dhe me falje dhe me dashuri të shkoj. Pra nëse ju do të rrini me të kaluar dhe me të ardhmen, ju nuk jeni në vetëdijen tuaj të lartë. Ju kur nuk mund të rriteni me energjinë tuaj, pra ju e bllokoni. Po në momentin që ne i lëm këto të shkojnë me dashuri, dhe këtë e bën zemra juaj, pra kur lidhemi me shpirtin, se shpirti nuk gjykon, nuk kritikon, ju do t'jeni të frymëzuar. Ju do t'jeni pra kërkoni të dini dhe të inspiruar, dhe kjo ju bën që të lëvizni, të ecni me rrjedhën e jetës.
Pra me atë që shpirti ju kënaq, me atë që ju e keni dhe e ndjeni në brendësi të shpirtit tuaj, dhe kjo është që ju duke jetuar me rrjedhën e jetës, pra hap pas hapi ku ju drejton shpirti, është që ju jetoni me vërtetësinë tuaj. Pra e gjitha kërkohet, ju nuk keni pse mbajni, nuk keni pse kapeni, e mbështeteni mbas gjërave që keni kaluar. Pra, qoftë zotërimi, qoftë shqetësimi, qoftë ankesët me jetën, sepse këto gjëra ju rrëzojnë, këto gjëra ju zvoglojnë, këto gjëra ju bëjnë të shqetësuar dhe pa e kuptuar herët avon, do ta kuptoni, sepse do të lidheni që të gjithë me shpirtin, që çfarëdo lloj që keni kaluar, çfarëdo lloj që keni munduar dhe jeni bërë, është që na ka penguar për të vazhduar të ecim me rrjedhën e jetës. Prandaj e gjitha është që duke u lidhur me veten tonë, ne do të arrijmë në bukurinë e mençurisë së vërtetë të jetës, për të jetuar me dashuri, me dëmshuri, me mirënjohje, me falënderim, dhe këtë do ta kuptoni që të gjithë ju që jeni me veten tuaj të lartë. E gjashta është që ne do të pranojmë gabimet dhe kjo është në rregull. Kuptoni një gjë, për sa kohë ne nuk pranojmë dhe nuk kuptojmë gabimet tona, ne do të rrimë me energji për të cilën pa e kuptuar, pra janë ato që ne jo vetëm që lëndojmë veten, por ne lëndojmë dhe të tjerat. Prandaj të pranoni një gjë që çdo gjë që ndodh në jetë, pra që ndodh edhe që është gabim, të kuptoni që askush, as të rinj që kanë energjinë, nuk mund të jetojnë pra vetëm të vetëdijshëm. Kjo nuk mund të ndodhi, edhe për ju që keni, pra që të mos jeni në një moment që të jeni të jeni çdo moment i vetëdijshëm. Pra kjo askush nuk mund ta ndodhë. Edhe ju që keni bërë meditime e vite, edhe ju që njihni pra vërtetësinë e zimit shpirtëror, ashtu sikurse edhe unë. Ka momente që e humb fokusin, por shënim këtu është që nuk ka rëndësi që ti e humbe fokusin për një moment, sepse në fund të fundit jemi qenie njerëzore. Jo vetëm me shpirtin, por dhe si qenie njerëzore. Pra kjo është që në njëri krah ne arrim në paqe të brendshme, po nga ana tjetër jemi dhe me mendjen, jetojmë në këtë realitet, jetojmë që na sjellin jeta është e paparashikueshme, por kujdes që kërkohet është nuk ka të bëjë me atë që ne bëjmë gabime, por në qoftë se ne këto gabime, pra që unë basin fokusin dhe unë gabova për një moment, në qoftë se unë këtë gabim e përsëris, e mbar me vete, kjo është na zvoglone, kjo është na rrëzone, pra nuk janë gabimet, por nga gabimet ne mësojmë dhe ecim përpara, rritemi dhe ecim përpara. Prandaj jini të vëmendshëm. Kjo nuk do të thotë që ju të shqetësojni kur e humbni për moment veten, por kjo është ajo që ju të vetëdjesojni që në momentin që t'jeni të vëmendshëm që e humbisni veten, sepse jetojmë në këtë realitet, të ktheheni në veten tuaj, pra të uleni, të qëndroni me veten tuaj, dhe në këtë rast të jeni të vëmendshëm që çdo gjë që kalon në momentin tani, pra të që ndodh, ta pranoni, ta njihni, ta falni, t'i jepni mirësi, t'i jepni dashuri, dhe kjo është që ju nuk i lini, edhe nëse humbni fokusin për momentin, pra në një moment, përsëri të jeni të vëmendshëm për të, dhe kjo është na liron nga pesha, pra t'i njohim gabimet, sepse nga gabimet rritemi dhe vazhdojmë mënyrën e jetës, dhe së fundi le të kthehemi në origjinë, që do të thotë që të gjithë ne jemi angjëj, që të gjithë ne kemi në thellësi është dashuria, ne jemi komplet, ne jemi si ne jemi dashuri,
ne jemi dhe kemi vlerë që të gjithë. Në këtë botë për të cilën që të gjithë e dini që lëviz në mënyrë të shpejtë, që është me të vërtet marramëndse, që është me nën presion, që është e mbi ngarkuar e tjera, është e vërtet që ne humbasim veten, pra veten tonë të vërtet. Ajo që ndodh është sepse është kjo jetë që e kemi krijuar ne si që njerëzor është në shumë drejtime dhe duke qenë në shumë drejtime edhe rruga për të cilën ne ecim në këtë drejtim është që s'ka fund për të provuar veten tonë. Por mësoni një gjë, duke qenë me veten tonë dhe kjo është që ju jeni këtu edhe për të arritur në këto bukuritë, duke ditur këto sjellje që t'ju ndryshojnë jetën, është që ju do të arrini të kuptoni që mirëkuptimi, mirënjohja e vetes, vlerësimi i vetes, me vlerën tonë unike, për të gjithë shënim, nuk ka të bëj me atë që të vërtetoj veten time në botën e jashtme, nuk ka të bëj me atë për të mburrë për arritjet e mia, e të tjera, jo mrekulli. Shpirti nuk e ka këtë, por të kuptoni që vërtetësia për të kthyer në origjinë është që vjen vlera jon, vjen nga brëndësia, vjen nga kjo zemër që ne kemi vlerë, ne kemi mision dhe drejtimin e jetës dhe vjen ku ne kemi arritur në paqen e brendshme, me qetësinë tonë dhe me reflektimin tonë. Pra kjo është që gjithçka arrihet me paqen tonë të brendshme. Mësoni që në këtë jetë ku ne nxitojmë, ne ngutemi e të tjera që është kthyer bota, ne si që njerëzore si një makinë, non stop, makinë, kjo është ne do të ulemi me veten tonë për të arritur në paqen e brendshme, sepse ne kemi dhe durimin, ne kemi dhe qëndrueshmërinë, ne kemi dhe vlerën në këtë zemër, në këtë brendësi, në këtë trup, për të cilën e zotërojmë që të gjithë. Çfarë do të thotë të shkëputemi nga nxitimi dhe nga ngutja, është që ne do të arrijmë të ndjejmë atë që kemi humbur, shpirtin tonë, sepse ngutja dhe nxitimi është që ne humbëm të dëgjojmë për shpëritje, të dëgjojmë ndjeshmërinë për atë që ndodh në jetën tonë tani në këtë moment. Prandaj e gjitha bëhet për ju të kuptoni që duke ulur me veten tonë, jo vetëm që është që japim trupit fizik qetësi, por ne qetësojmë dhe mendërisht dhe shpirtërisht. Por si arrihet kjo? Është me të vërtetë që të gjithë është që të harxojmë kohë me veten tonë. Një nga mënyrat e mrekullueshme të paktën nga eksperienca jetës time është lidhja me natyrën, sepse na shkarkon mendërisht dhe shpirtërisht, dhe jo as me muzikë në vesh, por thjesht të kaloni, të ecni, qoftë zbathur, të kapni pemë, të shikoni qiellin, diellin, të puthi dielli juaj në lindje në perëndim, të shikoni yjet e të tjera, të shikoni përreth cicërimin e zogjtë të dëgjoni, të aromën e barit, të ecni zbathur sepse ne kemi atlete me gomë. Përsëri trupi jon, toka të rreq ne, këmbët tona të rreqin tokën, prandaj qëndrojmë drejt, të vazhdoni hapasapi, thjesht jetoni ju me në natyrë, sepse prejardhja jonë është nga burimi natyror dhe e kafshëve, pra e dini tashmë nëpërmjet zhvillimit tonë nga para historie deri më sot. Pra të kuptoni që kjo bën që ne të qëndrojmë larg zhurmës së botës kaotike dhe e gjitha bëhet që të arrijmë në vlerën tonë. Të kuptoni një gjë e vërteta e vlerës tonë është që të gjithë ju nuk ka as numër të caktuar dhe as trajnime se çfarë thot Diana apo çfarë thon të tjerët apo çfarë ju. Thjesht të pranoni që ju jeni dhe keni vlerë në trupin tuaj, vetëm qëndroni dhe jepini kohë dhe hapësirë vetes. Okej që ne bëjmë për të tjerët, por tani të lidhemi dhe me veten tonë. Dhe kjo është që në momentin që ju e kuptoni që jeni të shkëputur nga shpirti, pra si që tregova që mund të humbasësh fokusin, edhe pse je në veten tënde të lartë,
Atëre e kur e kupton që je shkëputur nga, pra në moment je shkëputur nga shpirti, pra nuk po je vetja, ullu. Jepi ko vetes, jepi hapësirë vetes, ndiqe shpirtin tënd, ndiqe këtë rrugëtim të shpirtit, se shpirti ju drejton, ju nuk jeni vetëm, jepi shpirtit atë që ju kënaq, dhe kur ju kënaqni veten tuaj dhe arrini të riktheni dashurinë, jo në nevojë, por dashurinë hynore që e keni në zemër, hapja e zemrës, sikurse dhe për një pjesë lidhja e zemrës, çfarë ndodh? Ju jetoni jetën tuaj të mrekullueshme, ju krijoni botën tuaj të mrekullueshme, por ju krijoni dhe botën përreth dhe më gjerë, dhe kjo është jehona e mençurisë së vërtetësisë së jetës, që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, për të jetuar që të gjithë, jo në konkurrencë, por të bashkuar, dhe duam apo nuk duam, e herët ta bon që të gjithë ne do të ecim me rrjedhën e jetës së ndryshimeve kozmike në frekuencë të lartë si qenie njerëzore, dhe gjeneraca e këtij shekullit 21 është gjeneraca e energjisë së shpejtë. Shikoni fëmijët tuaj, shikoni nipër mbesa, ata nuk do të pengohen nga karma jonë, sepse një ditë ne do të vdesim. Pra të kuptoni që është e vërtetë që ne jemi në moshë, dhe nuk ka të bëjë mosha në qoftë se unë lidhem me energjinë jetësore që është shpirti im, fryma. Prandaj që të gjithë le të lidhemi me veten tonë, të marrim frymë, të ndihmojmë jo në nevojë, por me zemër, dhe kjo është që ne arrim të kuptojmë dhe të krijojmë botën për të jetuar që të gjithë në harmoni, në paqe, në lumturi. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.